Ju e keni marrë mandatin, ose le të themi drejtimin e komunës së Gosivarit, diku në korrik të 2024-s, nëse s'gaboj. Po. Mendoni se keni pasur mjaftueshëm kohë për të treguar aftësitë, përgatitjen, disponimin tuaj për të bërë ndryshime në këtë komunë? Apo mendoni se koha nuk ju ka favorizuar? Mirë, koha të cilën e kam patur më 8 korrik 2024 e mora unë detyrën si kryetar i komunës së Gostivarit dhe prej atëherë më thënë kaluan diku afër 16 muaj. Patjetër të them që përkundrejt asaj se ne, jo vetëm unë, po unë bashkë me ekipin tim të gjithë kemi punuar me shumë përkushtim, domethënë gjatë atyre 16 muajve, ndonjëherë ndodh që të jetë edhe gërshetimi rrethanave që të mund ta bësh dhe ta tregosh atë më të mirën prej vetes. Unë mendoj që ishte një periudhë edhe e rëndë, por edhe shumë them kështu efikase për komunën e Gostivarit. Në atë periudhë normal kishte edhe thirrje të ndryshme, realizuam dhe jemi duke realizuar goxha projekte në numër ndoshta mbi 60, kështu që besoj që ishte moment i mirë që ndodhi ashtu, por si periudhë mendoj se është periudhë e shkurtë për ta treguar një kandidat apo një njeri tërë potencialin që e ka dhe që mund të bëj për komunë apo për cilën do qoftë institucion. Cilat kanë qenë ato projekte që mendon se keni arritur ti zhvilloni aq sa duhet, ashtu siç duhet në këtë periudhë 16 muaj? Po mirë, shumica e projekteve janë projekte infrastrukturore, por gjithsesi kemi të bëjmë edhe me një laramani duke përmendur tu edhe disa shkolla fillore, duke përmendur edhe terene sportive, edhe fushat të gjelbërta, por edhe rikonstruime të rrugëve, kanalizime fekale dhe atmosferike, si dhe ujësjellët, domethënë të gjitha ato problemet esenciale të cilat i tangojnë qytetarët tanë, jemi munduar që të disperzohemi dhe të jemi gati se çdo kund ku ka nevojë, edhe pse komuna është një, kështu të them, një proces dinamik i cili gjithmonë kërkon ka kërkesa apo qyteti, edhe jemi munduar që të përgjigjemi ndaj çdo kërkese apo sfide. Normal nuk mundemi në të njëjtën kohë në të gjithë vendbanimet të arrijmë, dhe mbi të gjitha kemi qenë parimor dhe aty ku e kemi ditë se nuk mund të planifikojmë për një periudhë të caktuar, asnjëherë se kemi thënë se do ta bëjmë. Domethënë aty ku s'kemi pas mundësi, u kemi thënë që do na duhen 2 ose 3 vite për ta përgatitur qoftë dokumentacionin apo qoftë diçka tjetër. Dhe me këtë besoj që është një hap shumë i mirë, prapë do të kthehem te ajo për ta rikthyer besimin tek popullata se disa gjëra duhet thënë troç, ato që nuk mund t'i bëjmë në moment të caktuar është më mirë ta themi të vërtetën se nuk mund t'i bëjmë, sesa të bëjmë kalkulime, le të themi kështu, politike.